Plane për fundjavë. Lajdaporia jep lajmin e fortë. Moti bën kthesën drastike. Ja çfarë pritet të ndodhë. Moti i kësaj fundjave parashikohet të sjellë nuanca të ndryshme. Sinoptikania Lajdaporia shpreh se do të ketë mot kryesisht të kthjellë dhe vranësira të lehta e kalimtare. Mesdita e së premtes do të shënojë rritje të ndjeshme të termometrit. Kjo fundjavë do të jetë dinamike, sepse do të kemi të gjitha nuancat përgjatë kësaj fundjave. Dita e sotme, si kundër e kemi parë, ka nisur me mot të kthjellët. Vijojnë të jenë prezente kthjellimet në pjesën më të madhe të territorit dhe në fakt pothuajse përgjatë gjithë 24 orëshit do të jemi në mbizotërimin e motit të kthjellët. Vranësirat do të jenë të lehta dhe kalimtare, ndonse do të jenë prezente në zonat malore gjatë ditës së sotme. Nuk pritet që të ketë rreshje. Sa u përket vlerave termike, mëngjeset vijojnë të jenë ende të freskëta, madje ka pasur një rritje të lehtë të tyre. Megjithatë, minimalet në zonat malore shënojnë 0 gradë. Do të kemi një rritje të ndjeshme në vlerat e mesditës. Sot presim 19 gradë Celsius. Të shtunën, temperaturat do të rriten menjëherë për shkak të ndryshimit të masave ajrore. Priten vranësira të lehta, të cilat do të zhvillohen më tej gjatë së dielës. Ditët e fundit të javës do të jenë të pranishme dhe intervalet e rreshjeve, duke pikturuar një tablo pranvere e vjeshtë e bashk. Sa i përket së shtunës dhe të dielës, pritet që sot gjatë natës të kemi ndryshim të masave ajrore. Tashmë kjo masa e ftohtë po largohet drejt vendeve lindore, duke sjellë një masë ajrore me origjinë perëndimore, e cila do të sjellë menjëherë një rritje të temperaturave, duke bërë që e shtuna të ketë rritje me të paktën 2 deri në 3 gradë në të paktën orët e para të mëngjesit dhe rritje në mesditë. Presim që në zonat malore të ngjiten deri në 3 gradë dhe maksimalet të ngjiten në 22 gradë përgjatë së shtunës. Megjithatë, do të shtohen ndjeshëm vranësirat. Parashikohet që vranësirat të jenë prezente në pjesën e dytë të së shtunës, ku në disa zona veriperëndimore dhe të qendrës përfshirë Tiranë, Elbasan, Librazh të kenë momente të pakta me pika shiu. Dita e diel do të ndryshojë totalisht tablon e motit. Mbetemi me temperatura mjaft të larta. Minimalet ngjiten në 5 deri në 6 gradë në zonat malore, maksimalet në 23 deri 24 gradë, shtoi Porja. Dita e diel, që nga mesdita e në vijim do të sjellë zhvillimin e vranësirave, rreshje që më së shumti do të jenë shi për shkak të temperaturave. Në majat e maleve, rreshjet do të jenë në formën e dëborës. Parashikohet që her pas here të kemi ndërprerje të tyre dhe intervale me kthjellime, kështu që dita e diel do t'i ketë të gjitha nuancat si një ditë pranvere, sa u përket temperaturave, si një ditë të vjeshtë sa u përket vranësirave dhe her pas here rreshje. Shpejtësia e erës do të jetë e lartë dhe do të sjellë probleme në trafikun detar.